Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Laerti prek pjesën intime me dorë kur flet me Gertën. Reagojnë familjarët e saj. Një veprim i turpshëm ka ardhur sërish nga Laerti. Teksa ishte duke diskutuar me Gertën, ai ka futur dorën në pjesën intime, gjë për të cilën u revoltua edhe vetë banorja. Ndaj këtij veprimi kanë reaguar familjarët e banores, të cilët kanë publikuar momentin duke shkruar: "Çdo veprim që cënon dinjitetin dhe lirinë e një gruaje është një akt i neveritshëm dhe duhet të ndëshkohet. Nuk ka justifikim për këtë sjellje të turpshme. Respekti është minimale që i detyrohemi njëri tjetrit."